Kryetari i komunës së Vrapçishtit Isen Shabani priti në një takim punës zëvendës ministrën e transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri, me të cilën diskutoi për realizimin e projekteve infrastrukturore që financohen nga Ministria e Transportit. Shabani theksoi se 3 projekte janë financuar në thirrjen e parë dhe 8 në të dytën, ndërsa një pjesë e tyre tashmë ka përfunduar, kurse të tjerat janë në fazën përfundimtare të realizimit. Projektet ne i kemi tash flasim konkretisht për Ministrinë e Transportit, ku gjithsesi projektet janë domethënë në infrastrukturë. Projektet të cilët janë domethënë disa projekte kanë mbaruar edhe me asfaltimin, projektet tjera janë në fazën përfundimtare. Gjithsesi janë domethënë nga tuti thirrjet janë 11 projekte. Në fazën e parë kemi pasur 3 projekte në thirrjen e parë dhe tani në thirrjen e dytë kemi 8 projekte, që gjithsesi janë 11 nga Ministria e Transportit. Falenderojmë domethënë Zavendës Administration ja prezent ku kemi për bashkëpunimin që kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me Ministrinë, shpresojmë të edhe të ardhmen të vazhdojmë në të mirën e gjithë qytetarëve. Gjatë takimit u bë ditur se komuna e Vrapçishtit do të realizojë 11 projekte infrastrukturore në kuadër të 2 thirrjeve të ministrisë me një vlerë prej rreth 2 milionë eurosh. Bëhet fjalë për gjithsej 11 projekte, 3 nga thirrja e parë dhe 8 nga thirrja e dytë. Të gjitha këto projekte kanë të bëjnë me rikonstruimin e rrugëve, me vlerë diku afërsisht rreth 2 milionë euro. Pas takimit që bëm me kryetarin për të parë se çfarë edhe më tutje mundemi bashkarisht të ndihmojmë edhe përkrajmë njëri tjetrin institucionalisht për të mirën e gjithë qytetarëve, do dalim për të inspektuar në rrugë, të shohim se deri ku është ecur me punimet, secili prej projekteve është në një dinamikë të ndryshme të realizimit të punimeve, dikuve që është përfunduar dhe do të shkojmë bashkarisht ta shohim produktin final, por edhe ka lokacione ku po punohet aktualisht sepse tani është koha më e përshtatshme për të punuar dhe do të shkojmë të inspektojmë për të siguruar se gjithçka ecën në mënyrën më të mirë. Unë jam shumë e lumtur që sot vi me punë konkrete këtu, si qeveri jemi gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar dhe për të kontribuar në zhvillimin lokal të gjitha komunave në Maqedoninë e Veriut. Zëvendës ministrja Kaltrina Zekolli Shaqiri vlerësoi bashkëpunimin me komunën e Vrapçishtit, duke theksuar se investimet në rikonstruksionin e rrugëve janë dëshmi e përkushtimit të përbashkët për zhvillimin e infrastrukturës lokale dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së qytetarëve.